Diskutimi i projektit të resortit luksos në brigjet e Shqipërisë i ka kaluar kufij. Një publikim i fundit i platformës investigative Follow the Money ka analizuar të gjithë sagën e veprimeve nga aktorët e përfshirë, duke nisur me hetimin e SPAK, i cili përqendrohet në parregullsi lidhur me dhënien e tokës dhe konflikte të mundshme interesi. Të dhënat në regjistrin tregtar tregojnë se projekti menaxhohet përmes një rrjeti prej 5 kompanish holandeze me seli në Amsterdam, të cilat shërben si qendra juridike dhe financiare të investimit. Sipas dokumenteve, një pjesë e aksionerëve nuk identifikohen publikisht, pasi zotërojnë më pak se 25% të aksioneve. Një dokument i publikuar së fundmi konfirmon reagimin e institucioneve holandeze, të cilat kanë thirrur në interpelancë ministrin e financave, për të dhënë sqarime mbi këto kompani guack të përfshira në projekt. Ndërpes pyetjet e dokumentit, ministrit holandez i kërkohet të shprehet nëse është i gatshëm të bashkëpunojë në mënyrë proaktive me prokurorinë e posaçme në Shqipëri për hetimin e këtyre kompanive. Së fundmi, platforma shqiptare Citizen.al zbuloi cilat janë aktorët e mëdhej për krah Kushnerit, pavarësisht se projekti nuk i bën të njohur një pjesë të aksionerëve. Bazuar në dokumente zyrtare, një nga 5 kompanitë holandeze, Universal Properties Project BV, kohët e fundit ka transferuar një pjesë të konsiderueshme të interesave të saj në projektin e resortit të grupi nga Katari Al Kayat Group, në pronësi të vëllezërve Mutaz dhe Mohamed Al Kayat. Ky transferim është vlerësuar i pazakont, sepse Al Kayat Group ka interesa biznesi që lidhen me vendimarrjet politike të vjerrit të Kushnerit, presidentit Trump. Sipas New York Times, Al Kayatët e nisën bashkëpunimin me Kushnerin në kohën kur qeveria Trump lehtësoi sanksionet ndaj Sirisë. Përmes kësaj, grupi Al Kayat fitoi akses në kontrata ndërtimi me një vlerë totale prej rreth 12 miliard eurosh. Pavarësisht polemikave dhe vëmendjes ndërkombëtare, qeveria shqiptare vazhdon ta mbështesë publikisht projektin. Edhe Komisioni Evropian është përfshirë në debat. Resorti me përmasa të mëdha mund të pengojë bisedimet e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nëse rezulton se vendi shkel rregullat mjedisore evropiane.